Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët në bota e horoskopit. Ju uroj një javë të mbarë. Dhe le të shohim çfarë na thon letra tarot për këtë fillimi jave për 12 qenjat e zodiakut për ditën e hënë, 17 gusht 2026. Ju faleminderit që na ndiqni. Dashi, letra e tarotit për këtë të hënë dash, 6 shpatat. Kjo letër simbolizon largimin nga një periudhë e vështirë dhe kalimin drejt një situate më të qetë. Nëse ke ndije se ke ngecur në një problem, tani mund të fillosh ta shohësh rrugdaljen. Nëse ke menduar prej kohësh të bësh një ndryshim të rëndësishëm në jetën tënde, kjo letër të inkurajon të mos kesh frikë. Mund të jetë momenti i dur për të lënë pas diçka që të ka lodhur dhe për të nisur një kapitull të ri. Hëna në akrep të ndihmon të shikosh më thellë brenda vetes. Mund të kuptosh më qartë arsyeën e një betejë të brendshme ose të një shqetësimi që ke mbajtur për një kohë të gjatë. Mos të tremb nga emocionet e forta, ato po të tregojnë se çfarë duhet të ndryshosh. Dhe mesazhi i letrave tarot, lëre të kaluarën pas, rruga përpara po bëhet më e qartë dhe një ndryshim që të çon drejt qetësisë mund të jetë pikërisht ajo që të duhet. Demi, letra e tarotit për 17 gusht dem, 9 pentakullat e përmbysura. Këtë ditë duhet të jesh pak më i kujdesshëm se zakonisht me njerëzit që të rrethojnë dem. 9 pentakullat e përmbysura të paralajmërojnë se dikush mund të përfitojë nga ndikimi, besimi ose bujaria jote, në veçanti. Kushto vëmendje partneriteteve në biznes, marrëveshjeve financiare dhe njerëzve me të cilët ndan përgjegjësi. Jo çdo person që të afrohet me fjalë të bukura ka domosdoshmërisht qëllime të sinqerta. Kjo nuk do të thotë të dyshosh të gjithë, por të vëzhgosh më shumë veprime se sa fjalët. Nëse diçka nuk të duket e drejtë, mos u nxito të japësh përgjigje apo të bësh një premtim. Dhe mesazhi i tarotit, mbro atë që ke ndërtuar, besimi fitohet në vepra dhe jo me fjalë. Më 17 gusht, kujdesi dhe maturia mund të kursejnë një zgënjim. Binjakët, letra e tarotit për këtë të hënë, kalorësi i kupave. Binjak, 17 gushti sjell një energji shumë romantike dhe të ëmbël në jetën tënde. Kalorësi i kupave është karta e dashurisë, afrimit emocional, gjesteve romantike dhe dikujt që merr iniciativën në marrëdhënie. Nëse je në një lidhje, mund të jesh pikërisht ti ai që organizon një mbrëmje të bukur, një takim romantik ose një surprizë të vogël për personin që do. Mos prit gjithmonë që tjetri të bëj hapin e parë. Këtë herë mund të marrësh ti drejtimin. Nëse je beqar, kjo letër mund të sjellë një person që afrohet me qëllime romantike ose një komunikim që të zgjon emocionet. Një mesazh, ftesë apo takim i papritur mund të ndezë një shkëndijë të bukur. Dhe mesazhi i letrave tarot, dashuria kërkon edhe guxim. Mos e mbaj emocionin vetëm në zemër, bëj një hap dhe ato trego atë që ndjen. 17 gushti mund të jetë një ditë shumë e bukur për romancë. Gaforia, letra e tarotit për këtë të hënë, 9 shpatat gafore. 17 gushti të fton të mos lejosh që shqetësimet të marrin kontrollin mbi mendimet e tua. 9 shpatat lidhen me ankthin, frikën dhe mendimet e tepërta, që shpesh bëhen më të mëdha në mendje se sa janë në realitet. Mund të jesh duke u shqetësuar për një situatë që nuk mund ta kontrollosh, por kjo letër të kujton se nuk e pse të bëhesh viktimë mendimeve negative. Jo çdo gjë që të frikëson do të ndodhë. Hëna në akrep të ndihmon të shprehësh emocionet përmes krijimtarisë dhe gjërave që të bëjnë të ndihesh mirë. Merr kohë për veten, dëgjoj muzikë, merr me një aktivitet që të pëlqen ose kalo kohë me njerëz që të sjellin qetësi. Dhe mesazhi i tarotit, mos u shqet frikën në mendje pafund. Përqendrohu tek ajo që të mund të ndryshosh dhe lëre pjesën tjetër të qetësohet vetë. Sot mendja jote ka nevojë për më shumë paqe dhe më pak frikë. Luani, letra e tarotit për sot Luan, kalorësi i shpatave i përmbysur. Më 17 gusht, duhet të jesh i kujdesshëm me njerëzit që sjellin tension, zemërim apo negativitet në jetën tënde Luan. Kalorësi i shpatave i përmbysur mund të përfaqësojë dikë impulsiv, konfliktual ose një person që duket sikur nuk është i kënaqur, derisa edhe ti të ndihesh keq. Sidomos me familjar dhe miq që të njohin mirë, vendos kufi të qartë, ndonjëherë njerëzit më të afërt dinë saktësisht cilat fjalë të prekin, por kjo nuk do të thotë se duhet u japësh fuqinë të prishin qetësinë tënde. Mos u përfshi në debate të panevojshme dhe mos u mundo të përgjigjesh çdo provokimi. Nëse dikush kërkon të tërheqë në një konflikt, largimi është më i fortë se çdo përgjigje. Dhe mesazhi i tarotit, ti e di kush të mbështet me të vërtetë dhe kush jo. Ruaje energjinë tënde, vendos kufijtë e nevojshëm dhe mos lejo që negativiteti i të tjerëve të prishë ditën.
Vigjiresha, letra e tarotit për këtë të hënë vigjiresh, eremiti i përmbysur. 17 gushti mund të sjellë një ndjenjë të fortë vetmije ose për dëshirën për të mbyllur në vetvete. Vigjiresh, eremiti i përmbysur tregon se ndonjëherë mund të përpiqesh të përballosh të gjitha vetëm, edhe kur në të vërtetë ke nevojë për dikë pranë. Nëse kohët e fundit nuk je ndier si zakonisht, mos ke frikë ta pranosh, nuk është dobësi të thuash nuk jam mirë, përkundrazi të shpresh atë që ndjen, mund të jetë hapi i parë drejt qetësisë. Në 17 gusht, hapu me një mik, familjar ose person të cilit i beson. Një bisedë e sinqertë mund të të ndihmojë të shohësh më qartë një situatë që deri tani të ka rënduar mendjen. Nëse dikush që do po kalon një periudhë të vështirë, bëj të ditur se nuk është vetëm. Ndonjëherë prania dhe dëgjimi i dikujt vlen më shumë se çdo këshill. Dhe mesazhi i tarotit për ju vigjiresh, mos e mbaj gjithçka brenda, lejo dikë të dëgjojë dhe të kuptojë. Nuk pse ta kalosh çdo vështirësi vetëm. Peshorja, letra e tarotit për këtë të hënë, 4 shpatat e përmbysura peshore. 17 gushti të kërkon të ndalosh dhe të mendosh me kujdes për betejat financiare që po përpiqesh të përballosh. 4 shpatat e përmbysura tregojnë lodhje, presion dhe një situatë ku përpjekja për të mbajtur gjithçka në kontroll mund të raskapit. Kjo është një ditë për të parë me realizëm ku po shkojnë paratë tua. A ka gjëra për të cilat paguan vetëm për të ruajtur një imazh? Status apo standard që në të vërtet nuk të nevojitet? Ndoshta është momenti të thjeshtosh pak jetën dhe të përqendrohesh tek gjërat bazë. Mos e shiko kursimin si humbje, përkundrazi të dish ku të shpenzosh dhe ku të kursesh është një formë zgjuarësie dhe pjekurie financiare. Dhe mesazhi i tarotit, nuk ke pse të dukesh i pasur për të qenë mirë financiarisht. Për momentin zgjidh sigurinë mbi luksin dhe nevojat mbi dëshirat. Një mendësi me e kursyer sot mund të të sjellë më shumë qetësi nesër. Akrepi, letra e tarotit për këtë të hënë akrep, mbretëresha e kupave. 17 gushti është ditë për të kthyer te vetja dhe për t'i dhënë më shumë rëndësi nevojave të tua. Mbretëresha e kupave është simboli i kujdesit, dashurisë, bujarisë dhe inteligjencës emocionale. Ti je shpesh personi që kujdesesh për të tjerët, por sot pyet veten, çfarë kam nevojë unë? Nëse dëshiron më shumë paqe dhe siguri, fillo të ndërtosh hapa konkret drejt tyre. Nëse dëshiron rritje personale, kushto kohë një hobi, një aftësi apo një pasione që ke lënë pas dore. Mos i nënvlerëso gjërat e vogla që të bëjnë të ndihesh mirë. Koha që investon te vetja nuk është egoizëm, është kujdes për të ardhmen tënde. Dhe mesazhi i tarotit për ty akrep, ajo që dëshiron të krijosh në jetën tënde, kërkon përkushtim. Vendos një qëllim, beso te vetja dhe puno çdo ditë edhe me hapa të vegjël. Kur kujdesesh për veten, ke edhe më shumë për t'u dhënë njerëzve që do. Shigjetari, letra e tarotit për këtë të hënë, 10 pentakulat shigjetar. 17 gushti sjell një energji shumë pozitive për financat, sigurinë dhe të ardhmen. 10 pentakulat është një nga letrat më të mira kur bëhet fjalë për stabilitet ekonomik, sukses dhe rezultate që zgjasin në kohë. Një ndryshim në rrethanat e tua mund të të ndihmojë të kapërcesh disa pengesa me të cilat je përballur, veçanërisht në aspektin financiar. Mund të shfaqet një mundësi e re, një ide e zgjuar ose një mënyrë e mirë për të zgjidhur një çështje që deri tani nuk ka funksionuar siç doje. Kjo letër mund të lidhet edhe me familjen dhe mbështetjen e njerëzve të afërt. Një bisedë, këshill apo ndihmë nga dikush pranë teje mund të luajë një rol të rëndësishëm në përmirësimin e situatës. Mesazhi i tarotit, mundësitë po afrohen edhe një ndryshim i zgjuar mund të të çojë drejt një periudhe më të qëndrueshme. Mos e humb shpresën, ajo që po ndërton tani mund të sjellë rezultatet më të mira në të ardhmen. Bricjapi, letra e tarotit për sot bricjap, faqja e pentakulave. 17 gushti sjell një energji të shkëlqyer për punën, karrierën dhe mundësitë e reja profesionale bricjap. Faqja e pentakulave lidhet me fillime të reja, mësim, oferta pune dhe projekte që mund të kenë ndikim në të ardhmen tënde. Mund të marrësh një ofertë të re pune, një propozim nga një koleg apo drejtues, ose të përfshihesh në një projekt që do të sjellë përgjegjësi të reja. Edhe nëse në fillim duket si diçka e vogël, mos e nënvlerëso, mund të jetë hapi i parë drejt një avancimi të rëndësishëm. Kjo letër të fillon të jesh i hapur ndaj ideve dhe ndryshimeve. Mos ki frikë të mësosh diçka të re ose dalësh nga rutina. Çdo aftësi edhe që fiton tani mund të të ndihmojë shumë në të ardhmen. Dhe mesazhi i tarotit, një kapitull i ri profesional por hapet përpara teje. Prano mundësinë, provo, mëso dhe beso se çdo hap i vogël mund të të çojë drejt një suksesi shumë më të madh.
Ujori, letra e tarotit për këtë të hënë ujor. Hëna. 17 gushti sjell një energji misterioze dhe pak të paqartë. Hëna është letra e intuitës, iluzioneve, sekreteve dhe gjërave që nuk janë gjithmonë ashtu siç duken. Në komunikim, bëj kujdes, mos nxitosh të besosh të çdo fjalë që dëgjon. Dikush mund të mos tregojë të gjithë të vërtetën, por edhe ti duhet të shmangësh përfundimet e shpejta. Mos fol për diçka pa e pasur fakte të qarta. Intuita jote mund të tregojë shumë, por verifikoj informacionin përpara se të marrësh një vendim. Megjithatë, hëna nuk sjell vetëm paralajmërime. Kjo energji mund të jetë perfekte për fantazinë dhe argëtimin. Nëse të pëlqejnë filmat fantastik, historitë misterioze apo serialet, sot është një moment i bukur për të udhëtur në një botë tjetër. Dhe nëse do atmosferën e Halloweenit, pse të mos fillosh të mendosh tani për një kostum interesant ose një temë argëtuese për familjen apo partnerin. Dhe mesazhi i tarotit, mos beso gjithçka që duket në sipërfaqe. Përdor intuitën, kërko të vërtetën dhe ndërkohë shijoja atë anën misterioze e krijuese të kësaj dite. Peshqit, letra e tarotit për sot peshq, të dashuruarit. 17 gushti sjell një energji shumë të bukur për dashurinë, lidhjet dhe partneritetin. Të dashuruarit është nga letrat më të forta të tarotit për marrëdhëniet dhe tregon afërsi emocionale, harmoni dhe një lidhje që mund të bëhet edhe më e fortë. Nëse je në një lidhje, kjo është një ditë e mirë për t'i kushtuar më shumë vëmendje partnerit. Flisni për dëshirat, ëndrat dhe planet tuaja për të ardhmen. Sa më shumë të kuptoni njëri tjetrin, aq më e fortë bëhet baza mbi të cilën po ndërton jetën së bashku. Nëse je beqar, letrat të dashuruarit mund të sinjalizojë një joje të re romantike. Dikush mund të hyjë në jetën tënde dhe të bëjë të mendosh se ndoshta periudha e beqarisë po shkon drejt fundit. Mesazhi i tarotit, dashuria lulezon kur dy njerëz zgjedhin njëri tjetrin me zemër dhe vetë dije. Hape zemrën dhe beso te mundësia e një lidhjeje të bukur e të sinqertë. Këto ishin letrat tarot për 12 shenjat e zodiakut për ditën e hënë, 17 gusht 2026. Na lini komentet tuaja dhe faleminderit që na ndiqni. Mos harroni të na bëni like dhe subscribe.